për dhunim, moj kryetare. Është për dhunim, të kërkosh ti diskutosh për i të tavolinë me çanërisht të gjëra nuk jeni zemër dojë. Veçanërisht nuk është momenti të fillojë që jemi të vetmit dhe të fundit që duhet i zëm tavolinë këto gjëra në gojë. E mbyllim këtu në mbledhje se nuk besoj që personalisht mendoj që duhet të jem më nëse antarët e Këshillit të ndjekër kanë si proprio Stojani, mbledhjen e deklarojnë të mbyllur, të qetësohen palët, të rehabilitohen dhe të vinë në mbledhjen tjetër. Mirupafshim. Ju po sabotoni mbledhjen e Këshillit, duke futur gjëra dhe duke penguar veprindarinë e këtij Këshilli. Kryetare do të marrni përgjegjësi për këtë. Do mbani përgjegjësi, po them. Po shpërlitar më se ti si përlitar, ashtu të ngrejnë qell, turp zvije, i le gjithë njerëzit tu për t'i majt peng për gjëra ordinere. Jo. A ka gjë më ordinere të rishikosh një vendim të marrë? S'ka gjë më ordinere se kjo. Kjo është problem konceptual. Po s'ke diskutim, po nuk diskutohet një vendim. Po nuk diskutohet një vendim i marmoj, po nuk diskutohet. Moj kret, po kush je ti që i vend diskutime? Po nuk rezohet, po nuk rezohet. Po je çmendur, po je çmendur.